Shprehja e raportit është një shprehje teknokrate, një fjalor i drunjt, pa shumë kuptim për publikun, por i evidenton problemet, por jo në mënyrë kaq të thellë dhe kaq analitike sa që duhet t'i analizonte. Megjithatë këtë duhet ta mirë kuptojmë, sepse OSBE deri nuk është spaku, spaku ka shumë fakte, shumë prova, por nuk e shikon. Kështu që është një situatë e tillë, sepse OSBE nuk do të bëjë as politik, as diplomaci. Është detyra e tij që të evidentojë problemet ose në funksion të OSBE-s dhe është e pritshme kjo situatë e tillë dhe po të ishte PD-ja në pushtet, nuk është se do bënte gjë më ndryshe se sa kaq, kështu që nuk është se e marr si shumë të njëanshme, kuptohet problemet janë të identifikuar, ato i dinë, por shprehja nuk është rrjedh sepse po të shpreheshin për një krah krah tjetër do fillonte direkt lufta, pastaj se jeni të padrejtë bëni pra është e qëllimshme kjo shprehje pa shprehje është e qëllimshme atyre që nuk është japin gjëra konkretisht, ato kanë thënë që fushata ishte pa barabartë, punonjësit e administratës u keq përdorën, kandidatët mund të shprehin, por ka pasur kandidatë që janë djerë të kërcënuar, gjërat reale, po janë minimalet. Ka patur dhe shumë herë më shumë, ka patur shumë fakte, shumë prova, që fatkeqësisht spaku nuk i pa. Por ajo që më jep shpresë mua tani, faktikisht, në ndryshim nga legjislaturën e kaluar, është sjellja e Partisë Demokratike më duket shumë më korrekte, që lufta bëhet në parlament dhe sidomos në grupet, sidomos në komisionet parlamentare, Partia Demokratike duhet të vazhdojë kështu, me një ton të qetë, duhet të bëjë denoncime, sepse shumë denoncime nuk ka nevojë faktikisht, sepse populli shikon, por është çështja këtyre aksionerëve të Partisë Socialiste, siç ja përmenda që ishin 733.727 vota, të cilët çdo ditë shikojnë se si shkërmboqet shteti shqiptar dhe për këtë janë fajtorë dhe ato që kanë votuar në një masë të tillë Partinë Socialiste. E në fakt duket për ta mbyllur me këtë çështjen e raportit OSBE-u deri, duket se ato se çfarë janë shkruar aty, po them tek pjesa kritike përputhen jo pak edhe me denoncimet e opozitës. A e fuqizon, po themi, kjo perceptimin dhe këndvështrimin e opozitës në opinionin publik, apo njerëzit tashmë janë të lodhur nga kjo loja politike dhe nuk është se një raport i OSBE-u dirit bën një dallim të madh për jetën e përditshme të tyre? Nuk besoj, shqiptarët janë të lodhur nga gjitha këto informacione, janë informacione pafund. Dhe besoj që një pjesë e mirë shqiptarëve nuk e din çfarë është OSBE Odiri, sidomos po thotë çfarë është Odiri, çfarë do thotë. Kjo është një zyrë që punon për OSBE-n në funksion të OSBE-s për të drejtat e njerëzit dhe për demokratizimin e organeve. Pra kjo është Odiri, punon për OSBE-n. Dhe OSBE-ja është një organizatë për sigurinë dhe bashkëpunimin evropian. Nuk besoj të jetë kaq efektshme, nuk ka ndonjë interes të madh, por shqiptarët, si gjithmonë, si çdo vend tjetër të botës, faktori kryesor është faktori i brendshëm, le thotë OSBE-ja, le thotë Odiri dhe le thotë BE-ja, lufta bëhet brenda vendit, janë shqiptarët që duhet të vendosin se çfarë drejtimi duhet shkojnë. Pra nuk besoj të ketë ndonjë ndikim të madh raporti OSBE-s. Qartë. Mirë, unë duhet të flasim pak në fund tani edhe për një replikë që ndodhi ditën e djeshme. Disa thanë edhe për të shmangur vëmendjen nga këto problemet e fundit qeverisë të zonjës Balluku me drejtësinë, midis kryeministrit Edi Rama dhe kandidatit të pavarur të mbështetur nga opozita për zgjedhjet në Bashkinë e Tiranës, Florian Binaj. Një deklaratë e Ramës e cila pastaj u përball edhe me reagimin e Binajt. Rama e akuzon atë si aktor. Pyetja ime për ty është, kush është aktori? Edi Rama apo Florian Binaj? Aktori janë gjithë. Aktor politik. Por unë nuk besoj që zgjedhja ka të rrim pak tani tek Florian Binaj. Të rrim pak te Flori, te Florian Binaj. Është njëri i nderuar, respektuar, por më duket që mungon qëllimi. Pse njerëzit, unë më çkam parë në media, thuhet që ai na sjell shumë vota. Faktikisht, akoma njerëzit nuk e kuptojnë që ai mund sjell vota, por për çfarë të sjell? Çfarë do bëj ai për mua? Ka përvojë politike? Njohje ka, po pse? Po që punë për njohje, hajde të vëmë Luan Krasniqin. Ka shumë njohje, do ishte shumë i njohur se sa Florian Binaj. Pra nuk duhet nisur nga njohja, se na sjell vota, se na sjell, do të kapur nga thelbi. Çfarë punë ditë në zgjidh Florian Binaj?
përveç është i njohur, ditë na bëj punën, sa praktikën është ai, çfarë përvojë ka ai, çfarë ndryshimi do na sjell, çfarë fëmijë do na sjell. Pastaj të bërë fushata e zonjës Manasteliu është fushat ekspertësh, ajo ka eksperiencë, ka punuar në bashki, ka një mori, një ushtrim mbështetësish mbrapa, ka shumë para. Fakti që Rama caktoi zonjën Balluku, më duket që ka bërë dhe një kalkulim të gabuar, sepse zonja Balluku mund të ikë nga fronti, si mbështetës në front, dhe do ndjehet bosh. Kështu që prandaj thashë më parë që opozita duhet ta godas në hyrjen kryesore Ramën që të bie komplet PS-ja, të bie në kazan, të bie të valohet. Kështu që Florian Binaj është njëri nderi respektuar. Kandidimi i Florian Binajt është të jemi pak sinqert në shprehje. Kjo është një shprehje që ka një shprehje që po lindi djalë është imi, po lindi vajzë është e juaja. Florian Binaj nuk është se ka eksperiencë, mbase dhe fiton, por po fitoj, t'jeni sigurt që ka mbështetur opozita. Po s'fitoj, nuk është i joni, nuk ka, më thënë që nga caktimi dikujt jashtë nesh është pak me hile, po megjithatë është politika, kështu është taktik, është. Po pse është me hile? Pse u bë kjo zgjedhje sipas? Pse është me hile sepse Florian Binaj nuk është i asnjërit, është i pavarur. Me thonë një kandidat të pavarur, qoftë jo për bashki po të pavarur në parlamentin shqiptar se çfarë mund të veprojë, çfarë mund ndikojë. Ai kryetari i pavarur nuk ka asnjë që e mbështet. Themi që tani që po i varur, ose është i varur totalisht, ka miratimin e gjithë dhe do ketë mbështetje të fortë, që unë nuk e besoj, ose është i pavarur, nuk ka asnjë. Pra do të mbështesin njerëz që kanë simpati personale. A nuk është një bast i fortë Florian Binaj në kuptimin e asaj që Berisha është interesuar të ruaj partinë dhe të mos djeg një nga figurat e rëndësishme tani, duke qenë se parashikohet që i fiton Partia Socialiste zgjedhjen në Tiranë, por nga ana tjetër të vendosin figurë që sido që tjetë mund të maksimizoj votën aq sa është e mundur. Pra me një gur të vras dy zogj, thot populli. Unë personalisht nuk e besoj këtë punë. Tani tjerë mund ta besojmë, edhe unë gaboj si çdo njeri gjithmonë, shpesh gaboj në vlerësimet e mia, mbase fiton dhe inshallah fiton. Por me sa shikoj unë nuk ka gjë në Terezi, sepse duke qenë shumë parti bashkë, nuk besoj, ai ndihmoi ti, pastaj po fitoi, pastaj unë t'i kam dhënë votë, unë t'kam dhënë të. Ne mirë, shumë një njëjtë, si ne ndryshojmë ngjyrën e fushat. Gjithë premtojnë, po të merrin gjithë njerëzit sa vota premtohen, do ishin në parlament shumë njerëz tjerë që sot nuk janë. Dhe unë jam atë që unë për vete këtu në CDU kam një përvojë gjatë, edhe në Partinë Demokratike, po normalisht partia ka nevojë për ushtar, nuk mund të jetë gjithë general. Sigurisht. Dhe të mburrësh sepse ka marrë 18.000 vota në Tiranë, është shumë mirë, bravo i qoftë këtyre që fituan nga Partia Demokratike, por marrja votave dhe është përgjegjësi. Dhe unë nuk më bëj llogari se shiko, unë kam edhe votat e mia personale, unë do t'i shfrytëzoj kur të më duan, tani nuk duhet kandidoj, se nuk kam shansin për të fituar, të kandidoj një herë tjetër. Kjo faktikisht është politikë, s'ka të bëj fare me politikën. Edhe qytetarët, kush ka mundësi të mendoj, do ta rishikojnë qendrimin herën tjetër, sepse unë dash votën, nuk bëre gjë për mua. Tani për të mburrë që kam marrë vota shkollaj, po do të ketë marrë dhe përgjegjësi. E kam fjalë për gjithë ato që kanë marrë shumë vota, dhe thon, sepse ne duam gjithë vendin e parë. Gjithë kanë marrë shumë vota, do të bëjmë gjithë duan të kandidojnë për kryetar partie. Faktikisht Partia Demokratike ka nevojë për ushtar, për bërës, për njerëz që bëjnë, që lëvizin, që bëjnë për shtetin, që bëjnë për partinë, që kontribojnë. Dhe prandaj të kthehemi mbaruam me Florian Binaj, të kthehemi te Rama tani. Rama sigurisht që intereson, fjalë që thot ai nuk është se ai në vetë është i shqetësuar nga fushata për problemet që ka vet, por që kam një vërejtje edhe të madhe për median, sepse Rama përdor kafsh, Partia Socialiste ka përdor emërtim kafsh, tigri, e mbani mend kush është tigri, ngjalat e dini kush janë ngjalat, përdor knetën, përdor bretkosa, përdor zhaba, përdor kështu. Kështu që përdorimi i këtyre epiteteve tregon që është fushata janë shumë ordinera, dhe fakti që Rama e përmendi prap që Florian Binaj përfaqëson kënetën janë kështu. Pra edhe media duhet të jetë zgjuar faktikisht, sepse është thyer një etikë, ti thua një popull i tërë, një parti e tërë që zhaba dhe këndet, ku është media? E transmetojnë me këshëri, sepse përshat një parti, përshat një kryetar partie, kështu që
Rama besoj që nuk e ka problemin me bashkinë, Rama ka problemin me vetën dhe me të tjerët. Manastiriu besoj që do i mbetet bosh dhe shansat mbase dhe rritën për Florian Pinajm, por me këtë mbështetje dhe detanishme, me këtë organizim detanishëm nuk besoj. Pastaj ka një problem tjetër që nuk është se ka datë zgjedhjesh. Domethënë i bie sikur Megjithatë është përfolur shqiptarë që presin një kofom nga Italia që nuk e dinë se kur vjen. Është përfolur që mund të jenë, sipas informacioneve, po themi, është përfolur që mund të jenë diku nga mesi i dhjetorit, por ky nuk është i fakti konfirmuar. Kështu që po të kishte një datë fikse, di se kur i mobilizon fortat, bën një plan, një strategji të fushatës elektorale. Po, kjo është një datë e pacaktuar dhe është një kështu stand-by politika dhe fushata besoj sepse nuk është se ka një ditë fikse. Qartë, mirë, zoti Tafaj, ishte kënaqësi për bisedën dhe për opinionet në studio. Ju falenderoj juve. Ishim me zotin Petrit Tafaj, drejt për drejt nga Gjermania, aktivist i diasporës dhe i opozitës, folëm për aktualitetin politik në vend dhe zhvillimet më të rëndësishme të ditëve të fundit të javës shkuar dhe ato që pritet në vijim. Ne do rikthehemi vetëm pas pak në bisedën e dytë. Mirë, jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë, do të flasim tani për zhvillimet në Kosovë. Atje ku duket se, ashtu siç edhe ndoshta pritej, nga zhvillimet e javëve dhe ditëve të fundit, qeveria Kurti 3 nuk është votbesuar në kuvendin e Kosovës dhe kjo e çon situatën sipas të gjitha parashikimeve drejt zgjedhjeve të parakohshme të përgjithshme, megjithse ende presidenti Osmani ka për të konsumuar edhe hapin e konsultimit me partitë e tjera politike, ndoshta për një mandatar tjetër. Megjithatë duket se po shkohet drejt zgjedhjeve të parakohshme. Megjithatë për të diskutuar këto skenare, por edhe zhvillime të tjera nga Kosova, unë kam kënaqësinë kem në lidhje të drejtë për drejtë me mua nga Partia Demokratike e Kosovës, zotin Hisen Berisha. I nderuar, të përshëndes dhe faleminderit që jemi së bashku. Përshëndetje, faleminderit edhe ju për interesim. Shkurtimisht të flasim pak për atë që ndodhi dje në kuvendin e Kosovës, ishte data e fundit, Kurti prezantoi qeverinë e tij, por nuk u votbesua dhe tashmë rruga është e hapur për presidentin Osmani për të konsultuar partitë ndoshta një mandatar tjetër ose për ta çuar edhe drejt zgjedhjeve të parakohshme. Ti po mendon që po shkojmë drejt zgjedhjeve të parakohshme apo jo? Po ja ti mendimi jam dhe ajo është alternativa vetme, sepse siç e kam theksuar në shumë prononcime, ka ndodhur delegjitimimi edhe institucioneve, por edhe e kanë humbur legitimitetin politik dhe moral kjo strukturë e zgjedhur që të vazhdoj tutin të konsistojnë në krijimin çfarë do qoftë qeverie, e cila mund vi si rezultati matematikave brenda politike, por megjithatë nuk e ka legitimitetin moral dhe as politik që të udhëheqë me vendin, e as më tepër se është bazuar të gjitha përkeqësimet, stërkeqjet politike, diplomatike, ekonomike, sigurisë, arsimit, shëndetësisë, gjitha fushat infrastrukturës, është interes strategjik për shqiptarët që të largohet kjo qeveri, apo të mos votojë kjo qeveri Kurti. 3. Dhe tjetra është më rëndësishme se duhet të largohen një herë mirë nga institucionet shkelësit e kushtetutës. Ashtu duhet mos të harrojmë se duhet larguar ata që kanë vu Kosovën përballë, apo e kanë përballur me aleatet tonë kryesor perëndimor, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe kuptohet se në këtë kuvend ka personalitete edhe në këtë legjislaturë dhe në gjitha tjerat, të cilët kanë një obligim të dyfisht në mbrojtjen e vlerave të shtetit. Kanë ndodhur këto zhvillime njëkohësisht, domethënë edhe në kuvendin e Kosovës edhe në arenën ndërkombëtare, dhe sinjalet kanë qenë të qarta se epoka e improvizimeve politike në Kosovë domethënë duhet të mbyllet një herë mirë. Pra tani po shpresoj pas gjithë kësaj, domethënë 26-7 viteve në liri, ku kemi kaluar në presjatet ndryshme, politike, ekonomike, diplomatike, tjera dhe të sigurisë, ka ardhur një fazë kur duhet të treguar pjekuri politike dhe po shihet qartë se sovraniteti nuk mbrohet duke i sfiduar aleatet tonë si po është bërë, apo dhe partnerët strategjik dhe nuk mund të ndërtohen më këtë partneritete nëse nuk ndërtohen mbi principet e
ndershmërisë politike, por synohet gjithmonë përmes atyre mashtrimeve populiste siç kanë qenë teksuar gjatë kësaj periudhe. Zhvillimet e kuvendit që keni pa edhe ju, për mendimin tim kanë një shënuar një kthesë të madhe, sepse mosvotimi i qeverisë Kurti 3 është një akt institucional që e rivendos përgjegjësinë politike, të paktën kështu po presoj, dhe e ndalojnë rrshitjen e vendit ka ai izolimi ndërkombëtar në cilin tashmë veç kemi futur qoftë me masat nga Bashkimi Evropian apo me ndaljen e dialogut strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe unë mendoj se deputetët me votën e tyre, domethënë kanë dhënë fund kësaj periudhe 5 vjeçare apo duke i shtuar edhe atë Kurti 1 që ishte me disa ditore, që ti pushteti i cili u shndruar në një instrument veç të përçajjes, përfitimeve personale, duke na vendosur përballë ose duke na përballur me aleatet tonë strategjik me thekstet e Shtetit Bashkuar të Amerikës, dhe këtu është momenti pra kur duhet me ndërtuar ekuilibrin mes sovranitetit të shtetit dhe partnerëve strategjik si dy shtyllat kryesore, të cilët e kanë ndërtuar dhe vetë shtetësinë e Kosovës. Ju jeni dëshmitar të dy administratat amerikane, kur tham dy në po, edhe demokratët edhe republikanët, kanë paralajmëruar në vazhdimsi për dëmet që është duke sjellur vendit qasja konfrontuese e Kurtit. Pra, në vazhdimsi është parë si një faktor i përkësimit raportit me Washingtonin dhe definitivisht na është thënë hapur se është i pabesueshëm dhe i papranueshëm për procesin tutje të implementimit të interesave për geostrategjike në rajon apo dhe kombëtare të Kosovës. Prandaj deputetët e dëshmuan se nuk kanë më gatishmëri ta sakrifikojnë interesin shtetëror dhe se interesi shtetëror është mbi çdo ego politike të kujt do qoftë që mendon se mund të sundojë mbështetjen edhe jo të qeverisë apo të shërbej qytetarëve.